Përshëndetje të gjithëve. Buksa të vogla pa miell dhe pa fryrës do përgatisim ditën e sotme. Janë buksa të përgatitura me qishra dhe me tërshër. Pa humbur kohë, filloj me përgatitjen. Në fillim duhet që qishrat të jenë ose të zjera ose të lëna një natë më parë në ujë. Kam një gotë me qishra, ndërsa 2 gota do t'i mbushim me ujë. E mbulojmë tasin dhe e lëm të pushoj për gjatë gjithë natës. Ditën tjetër është gati për të përgatitur brumi i buksave. Ja dhe qishrat pasi kanë pushuar për gjithë natën, i vendosim në blender ose në grirës perimesh, i shtojmë 2 vezë, një lugë fara lini, më pak se një lugë çaj, një majluge sodë buke, një lugë me vaj ulliri, i vendosim kapakun dhe i grim për 1 deri në 2 minuta, derisa të shikojmë që masa është kthyer e gjitha në krem. Pulsoj me shkëputje. E largojmë kapakun edhe dhikat e grirësit. E punojmë tek tasi që ka grirësi duke shtuar tërshër. Tërshër do t'i shtojmë aq lugë sa të shikojmë që brumi mblidhet. Diku te 7-8 lugë tërshër. Mendoj se do jetë okay. Në fillim i shtuam 5 lugë dhe pjesën tjetër ja shtojmë më mbrapa duke parë konsistencën e brumit. Vazhdojmë të shtojmë 2 lugë të tjera. I shtojmë edhe një lugë dhe mendoj se kaq është okay. Një tavull më parë kam bërë gati, i kam vendosur letër fure dhe do shtojmë brumin e përgatitur në topsat të vegjël. E pastrojmë vendin. Fillojmë të përgatisim buksat. I japim këtë formën e rrumbullakët me dorë. Edhe pse nuk fryen shumë, prap do t'i lëmë me distancë nga njëra tjetra. Është një brum që nuk ngjit në duar. E përgatisim të gjithë masën e brumit kulaçka. I kemi gati. Sipër i shtoni farat që ju dëshironi, unë po i shtoj fara susami dhe disa fara kungulli do t'i shtoj unë. Nuk lihen fare të pushojnë, por direkt i pjekim për 30-35 minuta janë gati. Ja edhe buksat e pjekura. Shikoni çfarë ngjyre të mirë kanë marrë. Janë tepër të kulluara, janë të lehta në dorë dhe i kemi gati për të konsumuar. Është bukë që mund të konsumoni pa ju vrarë ndërgjegja, e përshtatshme për të gjithë ata që i nënshtrojnë një regjimi ushqimor ose edhe për ata që janë me diabet. Ju falenderoj.